Lideri i opozitës Venko Filipçe nuk pranon takim liderësh për abrogimin e qeverisë teknike dhe miratimin e ligjeve reformuese. Sipas tij, LSDM-ja nuk ulet me kriminal, ndërsa qeveria teknike është e nevojshme të mbetet në fuqi. Mickoski fton në takim ndërsa deri dje më akuzonte, më kërkon të largohem nga LSDM-ja, shpifin Dubajin, Shën Moriz dhe shpifin çdo gjë tjetër, madje duke më ndjekur me shërbime. Tentuan nga brenda LSDM-s ta prishin, tani kërkon takim, a vërtet mendon se unë dhe LSDM-ja jemi naif? Takim nuk ka, qeveria teknike mbetet, tha Venko Filipçe, kryetari i LSDM-s. Kryeministri Mickoski qëndrimin e LSDM-s e cilësoi si qasje jo konstruktive. Ne me 61 deputet në kuvent mund të ndryshojmë ligjin për qeverinë dhe ta fshim qeverinë teknike. Nuk kemi nevojë për mendimin e opozitës, por duam që procesi të jetë gjithëpërfshirës, edhe pse kemi shumicë të kryetarëve të komunave. Më shumë se 90% e kryetarëve të komunave janë nga koalicioni i qeverisës, rreth 2/3 shumicë në kuvent. Kështu që nëse do të donim të silleshim në mënyrë të papjekur dhe të papërgjegjshme, mund ta bënim këtë pa atë takim liderësh, tha Mickoski. Nga BDI theksojnë se fillimisht presin të mbërinë ftesa, e më pas do të ndërtohet qëndrimi, nëse ata do të marrin pjesë në takimin e liderëve, që e paralajmëroi kryeministri Kristian Mickoski. Ftesa akoma nuk është dërguar dhe e njëjta vetëm është paralajmëruar. Kur të arrijë ftesa, do ta shqyrtojmë dhe do të kemi qëndrim rreth pjesëmarrjes son, theksojnë nga BDI. Koalicioni Vlen thot se e përshëndet vendimin e kryeministrit për takim të liderëve. E përshëndesim iniciativën e kryeministrit për një takim të liderëve. Vlen është gjithmonë i hapur për çdo takim që ka për qëllim funksionimin e institucioneve dhe gjetjen e zgjidhjeve në interes të qytetarëve. Çdo ftesë apo iniciativë e tillë që do të arrijë në adresën tonë do të shqyrtohet me përgjegjësi dhe opinioni do të njoftohet me kohë, thon nga koalicioni Vlen. Mickoski tha se pavarësisht refuzimit nga LSDM, formalisht sot dhe nesër do të dërgohen ftesat deri tek liderët e partive politike, ndërsa takimi pritet të mbahet më 14 janar në ora 12 në klubin e deputetëve. Kreu i ekzekutivit tha se mes tjerash në takim pritet të diskutohet edhe për çështjen e avokatit të popullit, ndërkaq ai është shprehur se takimi i liderëve nuk thirr për zgjedhje të parakohshme.